Qendra tregtare Galeria, apo siç njihet ndryshe ETC, ka mbushur 9 vjeç. Që në vitin 2006, kur hapi dyert e saj, deri më sot kjo qendër shërben si një pikë referimi për të shërbyer qytetarëve, jo vetëm në veshje. Në këtë 9 vjetor, kjo qendër sjell një tjetër emër të rëndësishëm të modës në Shqipëri. Brendi italian i veshjeve Nenet ka hapur dyert e tij edhe në vendin tonë konkretisht në këtë qendër. Kjo firmë sjell një ndërthurje të klasikes dhe modernes, çka i përshtatet edhe shijeve të konsumatorëve shqiptar. E siamo qui per questa inaugurazione del primo negozio nel Jemi këtu për inaugurimin e dyqanit të parë në Ballkan. Bashkëpunimi ynë ka në program një sër dyqanesh që do të hapen në Ballkan. Filluam këtu në Tiranë dhe do të vazhdojmë në Kosovë, Maltëzi, Maqedoni e tjerë. Kompania Koton që sjell edhe Nenete në Tiranë ka plan të nisë edhe prodhimin e 4 produkteve koton këtu në Shqipëri. Dhe shpresoj që ky dyqan i parë në ETC të sjellë përfitime të dyanshme. Sikundër është bërë dhe tradit, Qendra Galeria ofron edhe një sër aktivitetesh për grup mosha të ndryshme, por vëmendja kryesore është fokusuar tek fëmijët. Animatorë kanë performuar numra të ndryshëm për të argëtuar klientët e qendrës. Qendra tregtare European Trade Center është një nga më të suksesshmet, pasi ajo është më pranë komunitetit, në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës.